U zhvillua këtë të premte në gjykatën e posaçme seanca paraprake për dosjen e njohur si Saspac, ku mes të pandehurve është edhe ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili vijon të mbahet në masën e sigurisë, arrest në burg. Gjatë seancës, prokuroria e posaçme kërkoi kalimin e çështjes për gjykim, ndërsa të pandehurit kundërshtuan këtë kërkesë. Pas dëgjimit të palëve, trupa gjykuese u tërhoq për vendimarrje, e cila pritet të shpallet më 27 korrik. Ilir Beqaj vazhdon të kundërshtojë edhe masën e sigurisë të caktuar ndaj tij që prej korrikut të vitit 2024, duke pretenduar se paraburgimi nuk mbështetet në prova konkrete, koherente dhe proporcionale. Sipas SPAK, gjatë kohës kur drejtonte Agjencinë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, të njohur si SASPAK, Beqaj dyshohet se ka favorizuar zhvillimin e prokurimeve fiktive për projektet e programit EU-SAIR në vitet 2022 dhe 2023. Prokuroria pretendon se një pjesë e tenderve janë realizuar vetëm në dokumente, ndërsa fondet janë përfituar në mënyrë të paligjshme përmes kompanive të lidhura me skemën e hetuar. Vendimi i gjykatës së posaçme për kalimin ose jo të çështjes në gjykim pritet të bëhet publik më 27 korrik, duke shënuar një tjetër etapë të rëndësishme në procesin ndaj ish-ministrit dhe të pandehurve të tjerë në këtë dosje.